kohën e Enver Hoxhës. Tani, një sekund, para se të elaborojmë këtë pjesë, për të rikthyer pak te çështja e votave, a mund thoni me garanci, zotit Dëgjani, që nuk ka një moment barazimi midis PS-s dhe PD-s në sjelljen ndaj votës? Absolutisht nuk ka. Po ta garantoj. Se ka përshtypjen një pjesë e publikut është bindur që nga efekti edhe i propagandës dhe i deklaratave të Kasit që njësoj është sjell dhe PD dhe PS. Shiko, unë jam një dëshmitar që jam atje. Ato kuti mund të rihapen prapë, mund të shkojnë në kolegj, mund të shkojnë edhe tek SPAK-u. Për të vërtetuar këtë SPAK-u, ky Kasi duhet vepronte në këtë mënyrë, që është Komisioni Ankime dhe Sanksione. Do të merret qendra votimi X. Në këtë qendër votimi kanë lëvizur 5 votat Partisë Demokratike, po marrëm si shembull 5 PS-s, kaq kandidate, bëhet një analizë për këtë. Mbyllet kjo. Nuk mund shkohet nga kjo qendër, këtu ishin 5, këtu i shtohen 4 dhe bëhen barabar. Jo, do të bëhet një analizë. Çfarë ka ndodhur në këtë qendër? Është bërë qëllimisht për shumë, marrëm një qendër votimi. 43 vota i kanë kaluar Ervin Hoxhës. Janë dhënë tepër. Po, o zotëri, vetëm në një qendër. Edhe ta them dhe numrin e qendrës. Kjo nuk bëhet pa dashje. Kjo bëhet në mënyrë të qëllimshme. Kjo qendër votimi duhet shkoje tek prokuroria. Do t'i bëj një analizë. Kasi shkon në prokurori dhe thuhet, këto komisioner thirrën, pyeten, merren kamrat, çia kanë kaluar 43. Se shumë 43 vot. Po shumë pra. Një vot edhe mund bëhet gabim, 2 mund bëhet gabim. Po nëse bëhet 1-2 në çdo qendër. Por këta, por t'i thënë opinionin publik, sepse propagandën e kanë të madhe, i kanë gjitha mediat, fatkeqësisht, ju jeni këtu edhe një tek tuk në një medi që mundot, po i ka nën kontroll, janë në pushtetin e Edi Ramës mediat. Dhe çfarë ndodh? Ata duke pasur gjithë të propagandë, njerëzit të thonë, ora, pas ka vjedhë dhe PD, jo, nuk është e vërtet. Ne kemi kërkuar të rinumrohen, sepse unë, kur kam shkuar në kërkesën ankimore, kam paraqitur pamje filmike, ku disa vota kishte lëvizje një këtu, dhe kam kërkuar qien. Janë bërë me qëllim? Kush do t'i shoh? Këta do t'i shohin, as janë bërë me qëllim. Nuk bëhet verifikimi dhe rivlerësimi votave kështu. Në këtë qendër pas kanë lëviz 5, pastaj ky i shoh, është sa 5 tu, i nxjerr 2 të pavlefshme, ja ul 3. Edhe kështu i bën që vjedhin magji me numrat dhe jo me veprat. Dhe kjo është një skemë organizuar dhe drejtuar nga Edi Rama që po shtrihet te Ilir Usmali, i cili po ndikon atje për ta bërë pis gjithë procesin, më dha njerëz ore. Në këtë vend vjedhin këta, vjedhin ata, jo, s'është ashtu. Ne po kërkojmë të drejtën. Dhe të drejtën e kemi kërkuar tek rinumërimi. Ne duke prit të drejtën, po gjejmë të shtrenjtën. Po manipulohen më shumë. Po tjetërsohet më shumë vota. Dhe s'po marrin vesh qytetarët. Pse? Sepse kryeministri kontrollon çdo gjë. Kontrollon sistemin e drejtësisë, kontrollon shumicën e mediave. Të gjitha institucionet janë në frikën e tij sepse i largon nga puna. Kemi të instaluar një diktaturë. Kemi atje ku ne presim drejtësi del dhe Ilir Usmali atje të heq votat në mënyrë të padrejtë. Kjo është situata. Si do bëhet, si do zgjidhet. Është pyetje më natyrale mos. Kjo është ja kështu që do zgjidhet, duke reaguar gjithë secili. Duke çdo qytetar shqiptar duhet mu bashku në këto momente dhe duhet ndëshkuar këto zgjedhje. Dhe këto zgjedhje duhet të përsëriten në Shqipëri, duhet krijohet një qeveri teknike siç është krijuar në Maqedoni, paktën një vit përpara ose 6 muaj. A mund shpëtohet akoma gjë nga 11 maj? Shiko, unë po të ishin rinumëruar sakt, unë jam i bindur që Partia Demokratike këtu do ndryshonte edhe rezultati, Partia Demokratike do ta merrte një mandat. Por siç e shoh unë, dhe unë i bëj thirrje Partisë Demokratike që ta çojë në kolegj rinumërimin edhe një herë dhe të kërkoj të nxjerret i pavlefshme vendimi që hiqen gjitha të vota që janë përbërë kandidatit, të rivlerësohet edhe një herë çdo vot. Dhe do të shohim, unë kam qenë jam i bindur që një mandat e merr Partia Demokratike. Tani këta po e bëjnë vetëm që të mos marrë një mandat Partia Demokratike. Edhe me atë rast ju bëjnë dhe pis. Edhe me atë rast na bëjnë dhe pis, me atë rast tonë se ja, shiko,
Edhe unë në një qendër kisha 21 vota që ishin të adresuar. Tani kanë shku 6, sepse thot mi nxjerr pavlesh me ky që shkoj edhe unë. I kanë nxjerr këtij Ilir Ali Mehmetit ku di 90 vota, 250 vota atij tjetrit e jo flas nga PS-ja te PD-ja Joridës Ilirit i kanë shtuar vota me pastaj ku morën këto vota mëse vetëm 5 kam 6 unë kam minus, një tjetër ka një 10, ku morën këto vota? Sepse do të korrespondojnë njëra me tjetrën, se do të bëjë aritmetik këtu. Se aq është numri i fletëve. Po, aq është numri i fletëve. Pra bëjnë një skem të mirë organizuar, të drejtuar nga Edi Rama, për të thënë, mi thënë, e kanë me ndërkombëtarët më shumë se këtu, ky nuk pyet për qytetarët shqiptarë. Po sigurisht. Se i ka shit interesat e qytetarëve shqiptarë. Dhe kjo është çështja, a munden të apo ndikojnë ndërkombëtarët nga kjo propaganda, a keni ju mundësi të ndikoni tek ata në mënyrë të drejtë për drejtë në raport me 11 majin?